Përshëndetje, sot po e përgatisim një recetë të re të krelanës, një recetë të ndryshuar. Recetën e kam marrë nga një komentuese që më ka shkruar edhe ka thënë, shumë e mirë më ka dalë. E kam bë më herët kështu si ti, tash e provova edhe gjysmën me miell misri, por në vend qumshtit kos edhe në fund djathë me buter. Krelan më të shishëm s'kemi hangër akoma, të lumshin duar të gjitha recetat e tua më pëlqejnë dhe i praktikoj se dhe gjithashtu nuk dështojnë. Tash kena me provu recetën që shë ka përgadit Ana, mikja jon ose shikuesja jon e recetave dhe gjithashtu një përkrahëse e vazhdueshme në YouTube. Për ta përgatitur recetën për sot, na nevojitet 1 kg miell gruri. Shtoj miell misre. Edhe une në fillim po e shtoj një gotë, pastaj edhe një gotë tjetër. Një gotë me kos, pastaj 2 lugë të gjellës me kryp, edhe gotën tjetër të miellit të misret, pra 2 gota miell misri, edhe ujë, derisa të formohet një brumë i hollë, jo shumë i trash, pastaj një lugë të çajit me pluhur për pjekje, edhe tash krejt përbërësit vazhdojmë i përzim derisa të formohet qulli. Pra duhet me u bë brumi pak më i trash se sa kur përgatisni pra brumin e flisë. Këtë recetë pra thash na ka treguar Ana, të cilën po e përshëndesim tani. Një shikuese e rregullt e recetave të mia. Pra receta është e ndryshuar, sepse para 2 viteve pa ta përgatitur një recetë të krelanës, e tash e kam ndryshuar recetën sipas udhëzimeve të Anës. Edhe vërtet ka dalë shumë e shishme. Provone sepse ja vlen të provojmë recetat që bëhen të shishme. Mos i mbani recetat vetëm për vete, shpërndani edhe me të tjerët. Vazhdojmë kështu e përzim, ngadalë, derisa të bashkohen krejt përbërësit. Mundeni për shembull në fillim ta shtoni ujin e pastaj ja shtoni këto përbërësit e tjerë, duke e trash brumin, edhe ashtu ban. Po tash do me thonë ne vetëm vazhdojmë kështu e përzim, po në qoftë se nuk ju përzihet mirë me lugë, në fund mundeni 1 minutë 2 krejt pra me mikser, por do të vazhdojmë kështu. Mikserin jo me lshu në shpejtësinë maksimale, por në shpejtësinë minimale, edhe kështu derisa të shkrihen krejt kokrat, mos ju mbesin pra kokra tek brumi. E pasi që ta kemi gati, e shikojmë tash krejt si duket. Do me thonë për afërsisht 1,5 litër ujë do t'ju nevojiten për ta përgatitur këtë recetë. Tepsian e kam këtu, tepsia është 30 cm. Kam e shtu pak vaj, dikon 1 lugë të gjellës ose edhe pak vaj, e lyjmë tepsien mirë në të gjitha anët. E shtim në furrë të shporetit, pra furrën e kam lanë që të nxehet para se me shtim me pjek krelanën në temperaturë maksimale. Tash e shtim tepsien për afërsisht 1 minutë sa të nxehet vaji, edhe shtojmë brumin që e kena përgatitur. Pra thash, furra e shporetit duhet të jetë e nxehtë. Mos harroni që paraprakisht ta nxehni furrën në temperaturë maksimale, më shumë se 250 gradë. Tash vazhdojmë edhe e shtim në furrë. Edhe kam lanë mu pjek për 35 deri në 40 minuta. Pasi është pjek, është e fortë, e la kështu për 3-4 minuta, fillon të zbutet pak kur jam be, edhe kur t'jetë gati, që tash është gati kështu, tash vazhdojmë edhe e shprishim. Marrim me bishtin e lugës, edhe e shprishim krelanën. Krelana duket sikur e çullaft, kështu i themi ne, pra është tepër e butë, edhe dikush mundet me thonë është pa pjek, por ne themi nuk është pa pjek, sepse kështu përgatitet krelana me duça. Pra, vazhdojmë e shprishim në të njëjtën mënyrë. Pra, krelana është fiks si duhet të jetë, mos keni frikë sepse nuk është pa pjek. Tash vazhdojmë e shprishim, por ju kisha dhënë edhe një këshill tjetër, nëse doni me provu brumin ma trash, mundeni me i shtu miell pak ma shumë,
po nëse nuk doni e leni kështu si në video. Tash vazhdojmë edhe e shprisim. Shikone se sa e mirë që është bërë, është rreshk, është skuq, pra për merak. Unë vazhdoj kështu e shpriqe edhe derisa të përfundoj me krejt brumen. Pasi kena përfundu, tash vazhdojmë edhe kështu me piron, pra vazhdojmë t'i grimcojmë më shumë, pra duqat, mos na bëhen shumë të mëdhaja. Tash varet dikush do pak më të vogla, dikush pak më të mëdhaja, po mirash mos me I bë dhe shumë të mëdhaja. Kështu me piron, që t'i ndajmë nga pak, e tash ka me lanë kështu për një 3 minuta 4 që kjo të filloj pak të ftohet. Edhe kur ftohet, fillon pak të teret, derisa ta përgadismi edhe gjalpin për me përgadit recetën. Tash këtu marim 200 gram gjalp edhe e shkrim. Unë gjithmonë krelanën e përgadis me gjalp, për shkak se shija bëhet shumë e mirë edhe sigurisht nuk ju dëmton shumë organizmin. Tash shikone, pasi ka shku mu, kjo do me thonë se veç ka fillu edhe është gati, gjalpi ka fillu është djeg, edhe tash vazhdojmë edhe ja hedhim krelanës. Sasinë e gjalpit unë po e la sipas dëshirës, pra sa të doni ju, I shtoni gjalp. Nuk do me thonë që krejt duhet me ashtu këtë yndyrë. Edhe vazhdoni e përzini mirë, mos harrojmë edhe skajet, pra do t'i lyeni me gjalp, pra e përzine, edhe vërtet ka fillu aroma të ndihet, edhe aroma e misrit ndihet pak, edhe e gjalpit, edhe çka t'ju them, është tepër e mirë e shishme. Tash pasi ta shtojmë gjalpin, vazhdojmë pra kështu, e përzim edhe një herë, edhe do ta shti sërish në furrë që të ka vërdiset edhe pak, mirë po në temperaturë më të ulët, në 150 gradë për 10 deri në 15 minuta, mirë po edhe në furrë duhet që ta përzijeni së paku një herë pra. E tash pasi që e kam lanë 10 deri në 15 minuta, tash vazhdojmë edhe e kemi gati, mundemi me fillu edhe me provu recetën, shikone është shumë e mirë, edhe kur ta hani ka shije shumë. Provone sepse jam e sigurt që do ta pëlqeni. Vazhdojmë tash edhe e mbushim pjatën. Mund t'i shtoni djathë mbi nëse doni, tepsijas, po mundeni edhe secili për vete, kush doni shton, kush don nuk I shton djathë, pra sipas dëshirës. Po gjithashtu mos të harrojmë se tash është koha edhe e turshijave, shtojmë edhe turshijat e përgatitura, pra sëmburka të paluara, edhe turshijat janë dalë shumë të mira, edhe pak djathë, edhe kjo ishte e gjitha. Mundeni ta provoni, pra për një drekë ose një darkë të lehtë dhe të shishme. Kjo ishte receta. Unë edhe njëherë po e falenderoj mikën time Anën, e cila më ka udhëzuar në përgatitjen e kësaj recete. Nëse edhe ju keni ndonjë recetë që ju bëhet e mirë, lirisht na shkruani në koment, ne do ta përgatisim edhe do ta shohim, pastaj do ta shpërndajmë edhe me të gjithë ju që po na shikoni. Kjo ishte receta që kishim përgatitur për sot. Unë shpresoj se edhe kjo recetë ju ka pëlqyer. Bëni videon save, shkruani recetën, mbajeni në fletorin e recetave sepse jam e sigurt që do ju duhet edhe keni me përgatit shumë shpesh. Mirëmbëjtje.